Në spektaklin e së premtes të Big Brother VIP Kosova, një prej momenteve që të roqi më shumë vëmendje ishte transmetimi një klipi ku banorët diskutonin me sinqeritet dhe padorashka për temën e familjes, jetën personale dhe presionet që shoqëria shpesh ua imponon individëve. Biseda e cila përfshinte reflektime të thella dhe rrëfime intime, shkaktoi një jehon të gjerë si brenda studios ashtu edhe në rrjetet sociale, duke përhapur një debat më të gjerë mbi paragjykimet kulturore dhe pritshmëritë tradicionale që i vendosen njerëzve, veçanërisht grave. Gjatë këtij momenti emocional, opinionistja e programit, këngëtarja shumë e dashur Leonora Jakupi, vendosi të ndante një pjesë të jetës së saj personale, duke i dhënë diskutimit një dimension edhe më njerëzor. E ndikuar nga ajo që po dëgjonte nga banorët, Leonora tregoi se edhe vetë ishte përballur për vite me radhë me pyetje dhe komente të vazhdueshme lidhur me jetën e saj private, konkretisht me statusin e saj martesor dhe mungesën e fëmijëve. Ajo zbuloi se presioni shoqëror për të ndjekur një rrugë të caktuar të jetës është bërë pjesë e përditshmërisë së saj, ndonse shpesh ka zgjedhur të heshte të mos e bëjë publike barën emocionale që ai presion mbart. Me një sinqeritet të rrallë, artistja rrëfeu: personalisht, për veten time shpesh jam gjykuar. Pse s'po martohesh? Pse s'po krijon familje? Pse s'ke fëmijë? Ajo shpjegoi se këto pyetje nuk vijnë vetëm nga njerëz të panjohur apo komentues në rrjetet sociale, por ndonjëherë edhe nga rrethi i saj i afërt. Mirë po, siç theksoi Leonora, këto ndërhyrje sa do të pafajshme të duken në sipërfaqe, mbartin presion të madh emocional, sidomos për gratë, që janë figura publike dhe jetën e tyre private e kanë në vëzhgim të vazhdueshëm. Megjithatë, këngëtarja u shpreh se pavarësisht presionit, vlerësimi i saj për familjen dhe prindërimin mbetet i palëkundur. Personalisht konsideroj që fëmijët janë bekim dhe familja është bekim, sa ajo duke theksuar se këto vlera për të kanë qenë gjithmonë të rëndësishme. Ajo shtoi se ndonjëherë rreth anët e jetës, angazhimet profesionale dhe përgjegjësitë ndaj familjes së origjinës e bëjnë kohën të kalojë me një shpejtësi të pabesueshme, derisa papritur njeriu e kupton se ka lënë pas dore disa dëshira të brendshme. Vitet kalojnë aq shpejt sa që e vren që ndjen një mungesë të madhe, një zbrazëti që dikur duhet ta plotësosh, u shpreh ajo me një ton të butë, por të thellë. Deklarata e Leonora Jakupit preku shumë njerëz, duke shkaktuar reagime të menjëhershme nga publiku në studio, ku disa prej të pranishmëve u emocionuan dukshëm. Edhe në rrjetet sociale, fjalët e saj u shpërndan gjerësisht shoqëruar me komente solidarizuese nga gra që ndihen të lodhura nga paragjykimet e shoqërisë, por edhe nga burra, që pohonin se presioni shoqëror është real dhe shpesh i padrejtë. Rrëfimi i saj u vlerësua si një thyerje heshtjes rreth një teme që zakonisht shmanget ose minimizohet, duke e kthyer studion e Big Brother VIP Kosova në një hapësirë reflektimi të sinqert dhe të nevojshëm. Momenti i Leonorës nuk u kufizua vetëm në një ndarje të përvojës personale, por shërbeu edhe si një kritike heshtur ndaj normave që vazhdojnë t'u diktojnë grave se kur dhe si duhet të krijojnë familje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.